Ishte dhënë sot lam të mira gazetarit Enrik Mehmeti, omazhet në nder të tij janë zhvilluar në teatrin Petro Marko. Familjar të afërm, miq, kolegë dhe qytetar i dhanë lam të mirën e fundit gazetarit, i cili humbi jetën tragjikisht në një aksident. Në omazhe ka qenë i pranishëm dhe kryeministri Edi Rama, i cili u ka shprehur ngushëllimet familjarëve të ndjerit. Pas daljes nga ambientet e teatrit, Rama u ka shprehur gazetarëve ngushëllime për humbjen e kolegut Enrik Mehmeti. Mbar opinioni publik është rënditur mbrëmjen e së shtunës nga lajmi tragjik i humbjes së jetës në moshën 40 vjeçare të gazetarit të njohur Enrik Mehmeti. Sipas të dhënave paraprake të policisë, Mehmeti po lëvizte me një motor me 4 rrota në plazhin e Portonovës në Zvërnec, kur dyshohet se si pasojë një manovre të gabuar, ka humbur kontrollin e mjetit dhe motori është rrokullisur disa herë. Enrik Mehmeti ka raportuar prej më shumë se 20 vjet ngjarjet nga qyteti bregdetar, duke u kthyer në një zë të besueshëm për qytetarët. Familja humbi njeriun e saj të shtrenjtë, kolegun e tyre të nderuar.